Prej dekadash tokat e Reçit në Malësi të Madhe njihen për sipërfaqet e gjëra të mbjella me gështenja, një kulturë që për banorët e zonës përfason traditë dhe burim jetese. Megjithatë, banorët thonë se vitet e fundit prodhimi ka pasur rënje të ndjeshme. Sipas tyre është shtuar edhe fenomeni i tharjes së pemëve si pasojë e dëmtimit nga insekte të ndryshme dhe mungesës së trajtimeve dezinfektuese. Kështenja është që me duket po mirë, po ala s'ka qitë, po besoj që prodhimi ka me kanimor. Me rashni, kështenja është shumë e mirë. Këto kanë minë, veti, dalin. Këto kanë nevojë vetëm për shkallëzim. Me përje degë të thota. Që unë për to, atë është kryesori atyre, se lëshojnë të jetë. Jo, si me nuk duk të insekti, përse po të lëshu do miza, edhe ato i zhdukën atë, se kanë për dalë, që lyë, tha, deshin e përgjithe, shimet nuk kanë dalë, as e dojnë nimet. Ja, bashkjes, më thonë, se kjo bashkja këtë vit me kryu një shkoder për me i pasrua. Pa ato se banë kush. Vinë fogonat, kush i marrin me radhë, fogonat, kush i zoti ka mështërit e vetë. A që sa i zoti, s'ka që banë. Gjenja është e si mjetë, si dihet ala, s'ka dalë lula që është po thamje ka bëllë. Kështë e dërë mu pastrua, dërë me majtë, kush së vje mrapë, qatë falit zotin mirë se të vinë. Karo shumë. Se këto një këtë zonë, 1500 kindar nga shkurteja, 600. Shkonë dhe shumë pak, 200. Nuk se besoj se shkonë ma shumë. Tash, baret edhe në goha. Kur thohet, kur ka smunje, kështë e dërë pastrim, dërë rregullim, dërë mirë majtje, për me fitu dhe që. Edhe pse gështenjat e Reçit njihen gjërësisht në tregun vendas dhe të huaj për cilësinë e tyre, fermerët shprehen se mungojnë politikat mbështetëse për këtë kulturë bujqësore. Ata kërkojnë më shumë mbështetje në formën e subvencioneve, si dhe krijimin e një pike grumbullimi për prodhimin, duke qenë se rreth 80% e sipërfaqes së tokave në këtë zonë janë të mbjella me gështenja.